Budion Xhelo ka qenë për 10 vjet korrespondenti i TVSH-s kryesisht për Pogradecin. Mësues gjuhë letërsie, në vitin 88 emërohej drejtori i Pallatit të Kulturës, rreth 4 vjet shefi i kulturës në Bashkim Pogradec. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, aktualisht pensionist, ende nuk i mungon dëshira për të punuar, vazhdon të jetë këshilltar i jashtëm i kryetarit të bashkisë për artin dhe kulturën. Kemi ftuar Budion Xhelon për një intervistë të veçantë dhe speciale për të folur për një event të rëndësishëm kulturor dhe artistik, siç ka qenë vënia e emrit Lazgush Poradeci, Pallatit të Kulturës, që sot quhet Qendra Kulturore Lazgush Poradeci. Në bisedën e tij, siç do e ndiqni edhe në intervistën e zhvilluar, ai nënvizoi një fakt shumë të rëndësishëm që rënja e komunizmit u paralajmërua në Pogradec, ku poeti i madh, liriku kombëtar Lazgush Poradeci e gjunjëzoi komunizmin. Ky poet që gjatë gjithë sistemit komunist e deri në vdekje u la në harim dhe në mjerim, pa pritur nderohet. Përshëndetje miq të Point of View, mirë se vini sërish në këtë emision. Sot është data 12 nëntor, do të flasim për diçka shumë interesante. Për të njohur se kë kam të ftuar sot këtu, do të ndjekim një insert dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer në ambientin e bar restorant Quinda dhe kam kënaqësinë të kem sot në Point of View Budion Xhelo. Përshëndetje profesor, të falenderoj që pranuat ftesën time. Përshëndetje Sara dhe ju uroj suksese. Kam ndjekur në disa emisione, ndoshta në fillim, po e ke je me sukses. Të përgëzoj edhe vazhdo në këtë rrugë, se do bësh gazetare e mirë. Falenderoj, është kënaqësi të dëgjoj këtë fjalë nga ju. Siç e tham edhe në fillim, do të flasim për diçka shumë interesante. Do të flasim për Lazgush Poradecin. Si ka qenë njohja juaj me Lazgushin? Njohja ime me Lazgushin më tepër është e rastësishme, po edhe jo e rastësishme. Është kërkuar dhe nga ana ime. Dhe ishte një privilegj i madh të takohesha me Lazgushin. Me lirikun kombëtar, vjershëtorin e madh të dashurisë, të natyrës, të atë dheut. Se poezia e Lazgushit është edhe sociale, jo vetëm për dashurinë dhe natyrën. Ishte gjithçka përfshirë. Si ish student i letërsisë, unë qesh i ngarkuar emocionalisht dhe rreth kësaj figure dinja ai sa dinin studentët dhe sa u jepshen atë kohë. Po kur mu dha shansi që ti isha korrespondent i radio televizionit shqiptar në Pogradec dhe në Librasht, kishim nga 2 rrethe, telekronistë qushim në atë. Dhe bënim propagandën e asaj kohë. Punonjës propagandë, nuk kishim do një lirik gazetarit të masë. Ajo kohë, si që një ju sot që mund të shutë. Atëre shkonje e për një fjalë të gabuar, të nxituar, kishte masa. Masa të repta. Të repta, në diktaturë ka censurë, aq më shumë në propagandë. Se të bëjmë një tabis që të fut një qik në atmosferë se ju brezi ri kini nevoje. 2 frontet kryesore të komunizmit kanë qenë sigurimi i shtetit dhe propaganda. Unë nuk kam qenë në sigurim, po kam qenë në propagandë. Pra, në këto sektor që njerëzit më të besuar të sistemit, që zgjatën aq shumë, pra jam edhe një qik më katar, që ja zgjatëm ati sistemi jetën. Pra kemi qenë leva të ati sistemi, leva kryesore, ta thash. Tani unë erdha në Pogradec. Të vish në Pogradec, bukuria e liçenit, një qytet i zakonshëm, me ca ritme edhe pak rurale, si e thënë, si që përdorin sot ju të rinjtë, por këtu që edhe Lazgush Poradeci, unë e shifnja Lazgushin, ecte në rrugë, vetë, me cucin, me qenin, po nuk isha guximin t'i afrohesha. Përse ju mungon të guximi që t'i afrohesh të Lazgush Poradecit? Tani,
Unë njifnja shumë mirë atmosferën politike, edhe në qytetin e Beogradit, duke qenë me detyrën e korespondentit e njeriu të propagandës që bënte propagandë për vijin e partisë. Ne që njerëz të besuar dhe që një atmosferë pak mbytëse. Lazgushin nuk mund të vinje të atakonje këshu lishu. Unë e kuptova me njerë mendimin dhe mentalitetin që kishin komiteti partisë, komitet kuadrë të vjetër. Do më thënë që e shifnin Lazgushin me një sy kritik, mos besus, nuk është toni. Atëre ndashin njerëzit, është i partisë, së është i partisë. Lazgushi nuk që i partisë, aju që i Shqipërisë. Dhe vazhdon të jetë, ikën do tjerë dhe ra, po aju që i Shqipërisë, që i kombit dhe njën tjatër, mirë po, ata kishin pushtetin. Dhe në këtë mes, Lazgushi rinte vetë, nuk nga troshesh, nuk rinte me njërës. Nuk ishte miq, nuk ishte të afër. Kish me kokra. Kish Soma Qangjelen, kish Todi Maton, Kozma Bashon, që takosh edhe në përshpime të dhe kishte, këta qenë njerëzit që rëthën, po në mëroshin me gishtat e dorës. Dhe Lazgushi nuk deshta të dilte, si i thonë, në Mexhilis me njerëz të tjerë. Se aju e dinte që u bënte dhe dëmë. Pse ju bënte dëmë? U bënte dëmë se partia do t'i shifte me sy tjetër. Lazgushin e dinin që i Shqipërisë, po jo i partisë, kurse ata të tjerë që do vinin do t'i shifni shtrembër. Se kjo është, këtu mbështetet komunizmi. Ajo që ne i themi luftë e klasave, ose nuk rrishe me çdo njeri, është i deklasuar, nuk mund të vinja unë si komunist të rinja me një deklasuar. Po përse Lazgushi nuk ishte pro-komunizmi? E së naive kjo, po aju që formuar në Perëndim, Sara. Aju që kishë bërë 10 vjetë në Austri, në Graz të Austrisë. Kishë fletuar bibliotekat tëra filozofike. Dhe aju e dinte mirë se që ishte sistemi komunist. Dhe aju nuk u pajtua që në kryet e erës e deri sa vdiq, nuk u pajtua me komunizmin. I solli kjo benefita apo? Që si të benefice? A e se solli mjerim edhe fukarallek. Lazgushi pranoj mjerimin dhe fukarallekun, edhe nuk bëri kompromis që të regulon të jetën e ti private dhe personale, një këgjeni, ky lirik i mas, me një kulturë të madhe. Fliste 6 gjuhë Lazgush për adesi. Edhe kur i rëndite, di këta, gjermanishten e sundoj. Aq mire zotron dhe gjuhën gjermanë. Tani, kjo ishte klima kur unë u afrova me Lazgushin. U afrova me Lazgushin pak me ndrojtje. Njerë më merë Meri Lalaj, është një nga ato që i rinin rreth Lazgushit. Ti kur ka qenë një Ana Luka mësuese letërsie, pasaj më iku ajo, se i vdiq buri u largua, ju afrua Meri Lalaj. Mirë po, ajo u bë si i thonë se bep, që më tha besnik, kisha emrin besnik atëre, tha ke qef të ata kosha, po ku je, i thashun, mos se thuaj 2 eri, po unë e pris një, si të gjenja një, dhe i shkoj Lazgushit në shtëpi. Më çoj kjo, Meri Lalaj. I ndrojtur, e takova këtë plak, që rreth 85 vjeç atë. Në shtëpinë e tij e ke? Në shtëpinë e tij, në kat dytë. Shumë e varfër. Nuk kishte, po s'deshja di, ai gjenit janë gjeni, nuk u aj, qërë t'i bënd taj, nuk u do regulon të aj të kish komfort e një në tjatë dhe lërë. Edhe me një pension të vogël, 3.700 leka, e me zije tonë të... Vajta, unë me gjitha të me adhurim këshu edhe
për t'i dhenë që nuk jam edhe unë lexoj dhe t'adhuroj. I thash 4 vargje, se s'dashuronja as unë as ti, po dashuron të dashurie, një dashuri me fshehtësi. Unë i thash, me fshetë se fshehtësia. Lazgushi me atë gishtin që kishte kohë. Jo me fshetë, tha. Me fshehu, tha. Pra pashtesën ur. Unë e kam marrë nga sanskritishtja gjuhë e vdekur. Ngriva. Dhe këtë ja kam thënë dhe edhe Ismail Kadares. Në ato takimet që kam pasur, kështu më bëri vërejtje Lazgushi, thash. Shumë drejtë. Fshetë me fshehu. Fshehu e jep më bukur anën kuptimore, semantike të fjalës. E jep si kur ka rënë në një greminë të thellë ajo fshehur. Je ka dhe tinglueshmërinë dhe melodinë. Kupton apo? Se poezia është një mrekullim, lidhen shumë e sinteze, letërzia është sinteze shumë arteve. Kanë muzikalitetin, kanë ritmin, kanë si që keni mësuar në shkolla, tho. Prandaj që të bësh poet, ata punonin me një skrupulozitet, çdo germë, çdo fonemë. Jo tash s'din të shkruajnë. Po nuk din të shkruajnë, nuk. Shikojnë mesazhe, më dërgojnë ca mesazhe që i kam dhe të mitë. S'din të shkruajnë. Po le shenjat e piksimit që si përdorin fare. I kanë humbur fare dhe kjo është çoroditje e madhe. Më përmende Ismail Kadaren. Si ishte raporti Ismail Kadares me Lazgush Paradecin? Në rast se ja Kadaren e të mathe kemi dhe e prisnim që të merrte edhe çmimin Nobel, po bota nga njerësh e pa drejtë. Edhe e Stockholmi, edhe komisioni. E shumë e pa drejtë. Ati i dhanë çmim të madh në gjithë Azinë, në Korenë e Jugut. Tani prej të vej në Amerikë, i dhaç Nobelin Amerikan, që u është dhënë gjërdashi 26 vetave, personaliteteve më të shuar, e mori edhe Kadareja. Kadareja, ja ju Kadare ka që i madhe që është krenari kombëtare dhe ndërgjegje kombëtare, a ju Kadarej madh e adhuron të Lazgush. Unë e kam thënë dhe në një emision tjetër, Kadareja e kish mësues Lazgushin. Një konsulent të vazhdueshëm nëpërmjet Lazgushit, Kadareja zbërthente perëndimin, konceptet perëndimore, ku synojmë dhe vemë atje, si që theshin rilindasit, dielli për Shqipërinë lind ande nga perëndon. Do më thëmë, perëndimi, mbaj mend e ka thënë Naimi i Madh, Naim Frashëri, dielli për Shqipërinë dhe shqiptarët lind ande nga perëndon. Atë që dëshirojmë, ja që në mbyllën dhe negociatat Macroni nëse mos përzihemi shumë, se në krijojnë situata. Pa kjo ka qenë një. Dhe Kadareja e ka adhuruar dhe është munduar të ndihmoj me aq sa i kishte, se ja ju Kadareja, por në komunizëm mos të ndihmonte diktatori, së ndihmonte dot njëri. Lazgushi Gjersavdiq merrte 3700 lekë pension. Asnjë gjë më tepër. Asgjë më tjetër, asgjë më tepër. Kishte atë shtëpinë aty, që është probleme vetë që. Çfarë me shtëpinë? Po çfarë s'po ndodh? Këtu duhet turpërohet çdo pora e cara. I ndërgjegjsh që bëjnë sejir. Në kushte krize, mbas i vdiq Lazgushi, një vit mbas i vdiq, vajzat e tia e shitën. Për një çmim që të ta them sot për 3 televizor bardhëzi. Domethënë, si të qenë ata televizor të lura apo dajti nga 40.000 lekë, që për 120.000 lekë. Me ato çmimet atë. Shitën për të ardhur keq. Për të ardhur keq. Ato kishin nevojë, ndoshta nuk shpirti tyre e di, edhe ato mund të jenë bërë pishman, edhe e transformuan atë. Të tërë duan trokisnin, të tërë mundoshin ra komunizmi, që të merrnin flamurin që do ta bëjmë shtëpi muze. Dhe një VKM e 96-ës, Një VKM që ju e keni sjellë. po e kam sjellë, edhe e kam bërë publike gjithandeja,
Kjo VKM është viti 1996, e firmosur nga kryeministri i asaj kohe, Aleksandr Meksi. Është bërë në zbatim kjo VKM? Nuk është bërë në zbatim. Kjo VKM, po ta lexoj kështu në rast se ke durimin. Në zbatim të ligjit numër 7828, datë 25/7/1994, kishte ligji, për shpronësimet për interes publik, si dhe përmarrjen në përdorim të përhershëm të pasurisë së paluajtshme, me propozimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Këshilli i Ministrave vendosi: 1. Me qëllim që të mbrohen, ruhen vlerat kombëtare historike, arkitekturore dhe muzeore, miratohet publikimi i kërkesës për shpalljen e shpronësimit të hanit të manastirit në qytetin e Korçës, godinës së Xhokaxhiut në Berat, që është qyteti që mbrohet nga UNESCO. Sot Muzeu Etnografik në qytetin e Beratit dhe shtëpisë së Lazgush Poradecit në Poradec. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë kryetari i Këshillit të Ministrave, Aleksandr Meksi. Dhe ngarkonte, ishte detyruese presidencën, informoshe presidenca, Kuvendi Popullor, gjykata kushtetuese, gjykatës së kasacionit, ose gjykatës së lartë që i themi ne, prokurorisë së përgjithshme, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministrisë së Financave, Shërbimit të Kontrollit të Shtetit, Bashkive Korçë, Berat, Pogradet. Sekretari i përgjithshëm i asaj, Vullnet Ademi. Tërë shtetin e angazhonte. Gjithë mirës të përfshirë, askush nuk lëvizi diçka për shtëpinë e Lazgushit? Pati pak lëvizje në 96. Po qartë të them më sa. Ti e vajzë e re dhe ne e shohim. Këtu hyri djalli, hyri Vjedhja, hyri Ajdutleku. Ata e panë që dolli një VKM, çdo fitojmë ne, pa lera më Lazgush. Në nallish verish me pronarin, që është gjallë. është drejt fundit, po është gjallë. I ndan ato para që çliroi qeveria dhe shtëpia e Lazgushit u transformua dhe nuk u bë shtëpi muze. Edhe sot tek kësaj dite që flasim ne të dy. Aty aktualisht si është? Aty është se ka vazhdon ta ketë pronari. Ajo i ka transformuar derën, ajo i ka transformuar arkitekturën e jashtme, ja kanë zënë rrugët, nuk vete dot, ja të duash të vesh ku e ka qenë të shoh shpinën e lëve, nuk vete dot, janë zënë rrugët e një tjetër. Dhe aktualisht është e pa vizitueshme dhe pa se kur do t'i vinë mend, Ministrisë së Kulturës, që së bashku me Bashkinë në Pogradec, të çelin mundësinë për ta kthyer vërtet. Ju keni shkuar, jeni interesuar në institucionin? Unë jam interesuar kur qesh në atë kohë, prandaj di këto gjëra. Kam qenë shefi kulturës në Bashki, 96-2000. Kam shkuar, kam kontaktuar vetëm në Ministrinë e Kulturës. Mashtrus, gënjeshtar, hajdut. Mirë do ta bëjmë, kemi. Ishte në shpresa dhe azjetit. Që nuk kishe, ata duhet të thërritëshin gjithë në prokurori. Prandaj vjet në dijen dhe prokuroria e përgjithshme. Po të funksionoj shteti. Një VKM që është akoma në fuqi, nuk është fuqizuar, që 96, tash jemi 2019, ka 23 vjet. Ajo është në fuqi. Vinë, bëjnë ceremoniale, kujtojnë Lazgush, ja që mire lakumbarët. Me rastin e 30 vjetorit të vdekjes së Lazgush Poradecit. Edhe premtoj të ta bëjmë.
I ku shkarkuaj. Ka ardhët kjo tjetër, isha dhaj i vinë mend kësaj tjetërës. Si që filloj përgjej shpishtën, Ju keni vetë, personalisht, keni shpresë që mund të bëhet? Po, unë kam shpresë se ky kryetar i ri i bashkisë, zoti Ilir Gjakolli, është djalë me vizion, e do Pogradecin, ka mendim, konsultohet, edhe them, do të qoj zërin fort edhe si titulari i qytetit, te Ministria e Kulturës, dhe unë kam besim që gjatë mandatit ti do bëhet kjo shtëpi muze, jo vetëm e Lasgushit, po dhe shtëpia e Mitrushit që është kollës tjetër më vete. Ta veme këtë në rrugë të mbarë, si i thonë. Edhe unë kam besim që do ndryshojnë gjërat. Nuk jam, me gjithë se koha i gjatë... Shgënjimeve vazhdojnë... Po shgënjimet jeta ka qenë... Nuk mendon se edhe kjo bashki që ka erdhur në shtëpinë e Pogradecit mund t'ju shgënjej? Dëgjoj, bashkinë e bën titulari. Mësoj nga unë, se e vajzare. Si tjetë titulari, është edhe bashkia. Ky është i njësoj tjetër. Jo si paraardhë që s'kishin zjarë, ose mendonin për xhepin e tyre. Ky e do Pogradecin, po të them. Ka mend, ka përvojë, edhe i do njerëzit. Ngelet për të parë? Ja, në një muaj e oqi e pastroj bregun nga një qiban, bregun e liqenit. E ke parasysh kush ishte dhe një teneqe ati që rinë dhe kotë? I është futur, po kuptohet me njerëz mund të bëhen gjëra. Prandaj them, inshallah nuk zgënjem, se pasaj s'kam që të them, ne s'kemi edhe shumë kohë në dispozicion se dhe u moshuam, po mendoj që ta shoh shtëpinë e Lasgushit të ngritur, të vizitueshme, edhe i shtohen resurse turistike i qytetit Pogradecit. Po vjen turisti e qonë në shtëpia muze. Lasgushi, po t'i vesh, t'i afishosh mirë ato edhe shqip, e gjermanisht, e anglisht, dokumentat që kemi që dërë, po t'i egzistojnë në këto, ata janë kryus me përmasa europiane. E di si kanë thënë për Lasgushin, është nga lirikët më të mëdhenj, europiane, thot dhe Kadareja, dhe them, Ismail Kadareja e thot. Ndërsa për Mitrush Kutelin kanë thënë Gogoli i Balkanit, po ti duhet një është Gogolin se qështë. Për Mitrush Kutelin kanë thënë Gogoli i Balkanit, është një rëfimtar, një tregimtar i jashtëzakonshëm. I kanë këto asete, nuk i shfrytëzojnë. Do bëhet me bukur jeta, po t'i vem në eficiencë. Në Muzeun e Pogradecit nuk ndodhet asnjë send i Lasgushit? Ndonjë penë ose... Po s'ka, ne i kanë në rojtur vajzat e ti do një relike, s'ka asgjë, nuk ka asgjë. Edhe po të kishte do t'i kishin shpërdoruar. Po më mirë t'i roj familja, ata kanë dorëzuar dhe në arkivën e shtetit një korespondencë të gjatë dhe dokumenta e gjërat pabotuara të Lasgushit, edhe do të vi me kohën, me ngritjen e këtyre do të pajiset ajo shtëpia muze, edhe Lasgushit dhe Mitrushit. Dhe Mitrushit është në themele, po ngrihen nuk kushtojnë, kanë ngritur grattaciela e po i ngrene individe. Ne nuk u bëjmë derimin e dur këtyre dy kollosve që i ka zili. Unë shpesherë kam thënë, edhe në ndojnë bisede, Pogradeci, e them si që thot Lasgushi, jo Pogradeci, Pogradeci, e se kish geni qif. Me gjithë se emre është me origjinë slave, po nuk e dhe, ja vriste veshin kjo fonema G. Pogradeci i ngjetë Vajmarit, është një qytet i vogël në Gjermani, ku ka lindur Getja dhe Hajnja, dy kolosë. I vogël që. Edhe ne i ngjasim atje, se kemi një Lasgush e një Mitrush. Po, unë mund të mbaj me këto historira gjatë... Unë do të doja shumë të kalonin tek fjala Ismail Kadarejës. Do t'ishte një kënaqësi, Sara,
se unë dua ta interpretoj se edhe këtu do kopjoj një qikë kryeministrin aktual, Edi Ramën. Jo, nuk ka që ajo lexoj rreth gjysmore si nxënës shkolle, shumë mirë bëri, nuk kam ndonjë, lexoj nga Kafe Rostandi. Një vepër e shkëlqyer. Po ja ti se ke lexuar, lexoj ta rekomandoj. Është një mrekulli, ka botuar Kadareja ka 2-3 vjet. Mëngjeset në Kafe Rostand. E ka shkuar në Paris. Ja, ka shumë gjëra të bukura. Por ja po lexoj fjalën për uruse. Kemi një aset të madh. Pallatin e Kulturës që mban emrin Lazgush Poradeci e përuroi Ismail Kadareja. Po nuk do aty në ato gjërat pak dramatike që i lem për më vonë çik më. Ja e për një tabel, pa një tabele e sharuan, jo ti ruajnë si relike, si gjëre. Fjala e Ismail Kadares në aktivitetin kulturor artistik të organizuar në Pogradec më 19 dhjetor 1988 për vënien e emrit Lazgush Poradeci, Pallatit të Kulturës së qytetit. Nuk ka qenë qendër kulturore. Atëre që pallati, tash në kohën e kësaj demokracie u quajt qendra kulturore Lazgush Poradeci. Tashi, pa dyshim, është një gjë shumë e gëzueshme kjo mbrëmje që po kalojmë së bashku këtu. Kjo tregon në radhë të parë që poetët nuk harohen kur, se poetët nuk plaken kur, se ata janë si që i pëlqente të thoshte Lazgushit, shpesh. Ata janë pjesë e kombit, pjesë themelore përbërëse e kombit. Lazgushi, pa dyshim, i përket gjithë shqiptarëve. Dhe në përmjet poezisë shqipe, a i përket, nuk them dojnë gjë të re në këtë ras, gjithë poezisë europiane, e dhëtë Kadareja. Por si do qoftë, ndonë se ju përket të gjithëve. Ne të gjithë e dim se a je nisi udhëtimin e ti poetik këndej nga Poradeci. Dhe ky qytet, ngjyrat e ti, dritën e ti, aromën e ti, ritmin e ti, e ruajti poezia e ti gjithë jetën. Lazgushi, si që tha në parafolësit, pati vite më parë një intuicion gjenial, si që kanë poetë e mëdhenj, që mbi emrin e tia, e ndroj, ja amalgamoj, të më dhe një ngjiti emrit të ti, emrin e qytetit Poradec. Prandaj quhet Lazgush Poradeci. Ky ishte një akt besimi që poeti madh shprehu ndaj qytetit të tij të vogël. Lazgushi pa dyshim e dinte një proverb që është pak e trishtueshme në kulturën botërore, por që ekziston për fat të keq, që profetët nuk njihen në vendin e vet. Do me thënë, një proverb e verifikuar shumë herë në historinë e kulturës botërore. Se profeti me poetin janë gati e njëjta gjë. Kur vendlindja e një poeti ose e një profeti, që është pak a shumë e njëjta gjë disa herë, është e fundit që një vlerat e njeriu të saj. E megjithatë, ndonë se Lazgushi e dinte këtë gjë, ai duke zhndruar mbi emrin e tij prap tregoi, siç thash, një akt besimi të madh. Pak përpara, shoku Belul më tha se këtu në Pogradec, kur u hap fjala që do të bëhet, mund të ndodhë diçka me Lazgushin, do me thënë të bëhet të jepet, të inaugurohet diçka, i gjithë qyteti ishte i gatshëm, gjithçka ishte gati për ta pranuar këtë gjë, e pjekur për këtë gjë. Kjo tregon se në vendin tonë, për fat të mirë, ky proverb jo i mirë, ky proverb i keq si të thuash, po thyet dhe është thyer dhe kjo tregon emancipimin e kulturës shqiptare. Qyteti Pogradecit, vendlindja e poetit të madh, është i pari që bën një akt të tillë ndaj poetit. Do me thënë, kjo do të thotë se akti besimit që poeti prej shumë vite përpara shpalli ndaj qytetit të vet, u justifikua plotësisht dhe fakti që ne jemi mbledhur këtu
e tregon më së miri këtë gjë. Kjo është fjala e Ismail Kadaresë me rastin e përurimit të Pallatit Kulturës. Ka qenë vetë prezent. Që prezent edhe në ndonjë rast do ta jap edhe me zarin e tij. Dhe këto gjëra nuk shterin, këtyre do t'u kthehemi e rikthehemi me pozicione të ndryshme, me këndvështrime të ndryshme, se gjenerojnë ide, se na pasurojnë, na pasurojnë dhe na fisnikërojnë. Na fisnikërojnë, Sara. Nuk duhet t'i harojmë këto gjëra. Jo si hiqet tabela që ne në ato kushte diktature në 2016 sharohet, hiqet ajo. Qaru prishte puna jo, as fazadës prishte, as tononte, po atë e ki zbuluar Ismail Kadareja. E pre, as ban njeri përgjegjësi. Kush e hoqi, pse hoqi, kush dha urdhër, çfarë? As gjithë. Ma të disa persona se kishin vënë fare që pa përgjegjshme, pa përgjegjshmëria, indiferenca, e gjithë të tjerat këto, po na shkatrojnë kulturën dhe artin. Prandaj duhet t'i mbledhim mirë këto gjëra. Po duhet veproj shteti ligjor, nuk ka, përderisa, inshallah, përdora një term pak fetar, inshallah, ngrihet ajo reforma e drejtësisë, të punojnë institucionet e drejtësisë, që njerëzit që marrin një përgjegjësi në detyrë, të tremben po se kryen atë detyrë, se do shkojnë par dyerve të drejtësisë. Më kupton? Jo, do bëhet. Do bëhet edhe këtë edhe jo, unë siç të thashë për kryetarin e bashkisë, të them, do bëhet dhe kjo, se kemi një mik të madh që quhen Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që duan që Ballkani perëndimor ku bën pjesë dhe Shqipëria, të jetë një vend i qetë, një vend ku të ekzistojë ligji, të ekzistojë të bëhet drejtësi, jo të shitet drejtësi, edhe do futemi në rrugën e Zotit me hir ose me pa hir. Prap, do them që ngelet për të parë. Ngelet për të parë. Kur të bëhet, më merr një intervistë ta them që u realizua. Tani, desha të nënvizonja, Sara, edhe një moment, se të lexova fjalën e Kadares, të lexova VKM-n e Aleksandër Meksit. Si ardhi kjo, që komunizmi ngriti në pjedestal Lazgush Paradeci. Kjo është e çuditshme në fakt, me aq gjëra sa kemi folur bashkë para se takoheshim për intervistën, por edhe me gjërat që kemi dëgjuar dhe që kemi lexuar gjithandej, flitet domethënë për Enver Hoxhën. Po. Sikur pas ka pasur muhabet me Lazgushin. Nuk e di sa e vërtetë është. Jo, e vërtetë është, ka dhe një letër këtu, që na është drejtuar në atë kohë dhe me basa asaj letre, ne i quam për para këto gjëra dhe i vum që në diktaturë emrin Lazgushit në një pallat, në një institucion kulturor artistik. Por kjo ka nevojë, po ju jini tepër e re për të hyrë në këto perceptime, në këto gjëra. Nuk e kam i Se ti e re, je tepër e re. Tashi, që shtrëngohet komunizmi, Enver Hoxha kishte vdekur, vdiq në 85, Lazgushi vdiq në 87. Të detyrohet komunizmi të vlerësoj Lazgushin. Kjo është njëkohësisht dhe një intrigë e atij sistemi. Do me thënë, Lazgushi s'na bën dot më keq. Lazgushi e mbylli jetën e tij. Enver Hoxha e kishte mbyllur, po kishte lënë porosinë që në 81 na i shkrojti këtë letër që... E kishte shkruar vërtet Enver Hoxha? Po më... Ato e shkrojti aja shkrojtën të tjerët, ajo jepte i denë. Edhe Demka, Kalemgjin, kishte sa të duash. Jo gazetare si puna jote, se ti e re, po kishte, ajo sistem nuk e dini. Dhe unë kam qenë në rrezik se të merresh me ato gjëra e ju në burg.
Jo, njëse, s'na dolli mirë, na I ka fajnë drejtori I Pallatit Kulturës, është liberal, është kështu, ja dim bindit e tia, e do një vërejtë kishim parë në jetë, dhe të shkronje prapa, në rast se një vërejtje vinde nga udhëheqja e lartë e partisë si qerdhi, fillon të çështja penale të merrnin të tjerë njerëz. Kishte probleme të tjera. Edhe mund të them që jam njeri me fat që kam shpëtuar. Ka që vështirë pas, ka që... Po, jo ka që, po, të tjerë nuk e dinë. Unë I vajta sekretarit parë. Fati im që sekretari parë, Belu Lufa, sot takomi me dashuriet, pim kafe njën tjetër, ish njeri I mirë. Se mos e shiko mojti që tërë funksionarët e kohës komunizmit kanë qenë djaj. Jo, ka pasur edhe ata kishin zemër e kishin njërë. Po, ne kishim, po kundre Enver Hoxhës dilnin, se unë bante. Atere, se të them, sepse unë kam thënë dhe në një emision, mbas I vu memrin, mbas 2 ditësh më thëret sekretari parë, besnik më thot ma. I kemi ndjekur procedurat në të vënjes së këtij jemi, do më thënë fazat, si duhet të... Po I thashtë I kemi ndjekur të gjithë procedurat. Bëm këtë kërkes, këtë, komiteti ekzekutiv ju drejtua presidiumit Kuvendit Popullor, erdhi nga presidiumit, sa ju kish atributin të drejtën për të dhënë emra. Kuvendi Popullor, presidiumi Kuvendit Popullor. Dhe tha jemi dakord që t'i vihet Pallatit Kulturës emri nga dhe. Mirë po sekretarën e pare kish marrë një autoritet shumë I lartë, sekretari Komitetit Qendror të Partisë së Punës, antari Byros Politike, e kish marrë në telefon. E kish thënë, po ne, Belul, kot jemi këtu, tha, kuj që fotoqami, njeri shumë I rëndësishëm I sistemit komunist. Po si duket, se kjo që e bërë midis një gjëmijës dhe Ramizit, I tha Ramizit lere foto dhe shisëri. Se deshin, atëre ku që pikë synimi? Një histori, geografinë e komunizmit, ata deshin të nxirnin Enver Hoxhën edhe mik me Lazgushën, në një kohë që është që mik. Vetëm 3 muaj ka qenë Enver Hoxha në gjimnazin e Tiranës. Mundi ka dhënë donor në njërë si kolegë që qenë si pedagogë, sta iku. Po kanë qenë 3 muaj. Kur u kthye nga konsolata e Nalt Madhënisë Ahmet Zogut që në Bruksel, Enver Hoxha, e kthyen që ande dhe e mëruan në gjimnazin e Tiranës ku që profesor Lazgush Poradeci. Ndë I 3 muaj. Më kuptonë? Pra ka qenë edhe I zbulimit ta me Zogut të mbretërisë, në konsulat punojnë njerëz të linjave të fsheta, pas ka shërbyer dhe Zogut, pasaj na, I din të tërmarifetet aju, tërmarifetet I din. Edhe këtu ta kam fjallën, ata deshin këtë rast ta nxirnin mikën, po nuk është e vërtet. Aju nuk e ka, aju e la në mjerim. Po mjerim moj të shi, lijet kë, ju lutë dritëroa golli, luftoj. Mbi të gjitha luftoj Ismail Kadareja, se mos I nxirnin një si në profesion të lirë dhe t'i jepnin një 7-8.000 lekshë. Se këshu ishe kur ishe në profesion të lirë, edhe me aqë kullandrisësh e mirë, si I thonë, lapit, po themi shpreje këshu, ja, ata nuk e. 3.700 lek pension. Nuk e afruan. Lazgushin atë shpinë që pazura e në gojë, kam thënë nuk ishte as banjë, as ujë. Me fukarale kanë të një muaj rjesht fasule, me njës drekdarkë. Edhe nuk e uli kokën. Poeti bëna dhetha. Funksionarët kalojnë. Ja të tregoj se kam thënë këtë rekë që do, e thërasin në një drekë Bear Shtylla, antari Komitet Qendror dhe funksionari I lartë I partisë komuniste.
bashkë me sekretarin e partë, asaj një stili Kaskaviqi. Edhe, ja, me zi janë mbushën mendje, në së fundi vajtë në një drek. 3 veta. Me këtë diplomatin, tha Lazgushi, e bisedojët, se ky bashkëlla që me horizont, 12 vjetë ambasador në Kinë, në kupton, në kohën kur Shqipëria priste buk nga Kina, edhe teknologji. Edhe i ndëryn nga fundi i drekës, ndëryn sekretari parë, stil. Edhe i thotë, shoku Lazgush, s'na ke ardhur do njerë në zyrë. Do më thënë, a ju po i theshte Lazgushit që hajde që qale ke, hajde që hajde të t'i zgjithunë. Se dëgjoj edhe në ca emisione, po nuk e njohin Lazgushin. Jo, po ajo që i vetmi që duheshe, pra t'i theshe zotëri, zoti Lazgushe njërë. Ta din mirë, edhe ata që i përmendë. Lazgushi, shokëve, miqve të ti, asja u kërkonte t'i theshin zoti Lazgush, u drejtoshe me emër dhe ata i drejtoshin me emër. Po me të panjohur, me të shu, a ju deshte zotëri. Zotëri, do të thoti zoti, zotëri. Nuk do të thotë në një kastë, do më dhenë që eshte. Ne në atë kohë gjukonim si term borgjes, si fjalë që zotëri, që ne kishim shoke, njërën tjetër. Kështu është. Prandaj Lazgushi, kur i ju drejtua sekretari parë, shoku Lazgush, nuk e erdhi mirë. Po që ne unë shoku i këtij? Monologu i brendshëm i Lazgushit. Dhe di si është përgjigjur. Unë tha të vi në zyrët e ti. Mendo sekretari parë të priste kokën. Ti tha të vishte unë, tha. Po e ti bënat dhe, tha. Funksionarët kanë. Basin viti e shkarkuan atë se zishe me kryetar në komitetit, a janë historira, do të pësësh edhe, jo atë brendshme janë, do më thënë, konceptin zot dhe zotëri, a ju e kishte, jo sot të fyen, rinia, unë shkoj rrugës, gjaxha, qëherë, më kërë të ashtë të lejohet, thuaj, zoti pe, sa e ke orën ose, ku mund të pyes për këtë gjë? Do më thënë, është niveli ullt edhe kulturor, po në këta aspekta ju e përdor dhe fjallën zotëri. Edhe Lazgushi, deri sa vdi si një zotëri vërtet, e si një poet i math. Pa ndryshuar as bindje. As bindje, prandaj t'i zura këto të thash, që dhe akti vënjes të Pallatit Kulturës. Po, në të Pallati Kulturës, ju keni që mbet. Unë isha drejtori dhe organizova gjithë këtë, kuptohet me mbështetjen e sekretarit parë. E organizuam edhe që më kam bertur sa mbresa. Ka qenë ditë djetori një qim tonë të dëbore fëto. Ishte iftuar, ishte me ftesa të personalizua? Po, ja kjo është ftesa. Në tja drejtoj, kjo është ftesa. Edhe po të veshre këtu kam vën një të Enver Hoxhës, që është nga letra që nga dërgojë, nga kujtimet e Enver Hoxhës, në 1900, ajo ishte me pushime në Porades, dhe filloi kjo, edhe që u kurorëzua në 88, në bas 7 vjetës, në basi diq Lazgush. Ku thotë, u interesova për Lazgushin, pranë shokëve të partisë dhe më thanë se është mirë me shëndet. Jam interesuar për të rënë në një shtëpi komode të ti. Aju kishte, dëgjo, po kishte 2 shtëpi. Kishte edhe në Tiranë, se pjesën më kur hynte pranvera dhe kur binte të bore parë, Lazgushi rinte në Pogradec. Sa binte të bore parë, a ju shkonde në Tiranë. Në Tiranë kish shtëpi të mirë. E bëri që në kone e Zogut, e bleu, se Zogu e paguante, mbreti Zog, e paguante shumë mirë Lazgushi. Jepte 15 Napoleona Flori në muaj që ju sot, të ja u konvertoj me dolarë, se shu e kuptoni, $5.000 në muaj. Si që marrin rogë në Amerike, gjetë ke njën tjetër.
Kështu e paguan të zogu. Dhe edhe me ato para, a i bleu një shtëpi në Tiranë. Po që me ndo të që nga ko e zogu, derisa ajo shtëpi kishte nevojë për merremetime, mobiljet u vjetëruan. Edhe këtë thot ka marrë vesh që jeton në një shtëpi. Më kupton apo? E kuptoj. E ketë qartë tash, kurse kjo këtu ishte. Këtë se ka përmendur fare. Po, nuk përmendoj gjërat ashtu se atë. Më kishte shtuar 2 herë në domën e tij të thjeshtë pas zjarr me një velencë në krah, më kishte lexuar disa nga virshat e tij të bukura të asaj kohe. Këto janë nga gazetarët, këto stise. Ece verifikohet, lasgushi, po ece verifikohet. Nuk që aspa, në 36-ën është kjo. Në 1936-ën është për këto takime. E mërë, jo në 81-ën i shkrojti. Po si, aju se ka përmendur asë njerë. Pasaj, me që e kishte mikë, pse e lana të mjerim? Po juni bëni atë logikën, po ati duesh. Aju vetë vdiqë. Edhe lasgushi kishtë dekur, pasojnë si të ti, se komunizmi është shumë diabolik, edhe demagogjik. Ata deshin të ndzirin që dhe këtë poet të madhë, figura Enver Hoxhës është ka që madhe, se dhe lasgushin që nuk bërë asë vjersha për Enver Hoxhën e asë për komunizmin, kjo aju e kishmi. Kjo është djallëzja, është dinakëria dhe diabolizmi i ati sistemi. Nuk ka qenë. Pastaj më pas vazhdon. Ai ishte i dëshpëruar nga regjimi i Zogut, prandaj preferonte të jetonte i vetmuar. Po rritë. Ja dinin natyrën lëzëm. I vetmuar ndej në komunizm edhe gati i haruar ai. Dhe më thënë i vdekur për së gjalli në komunizm. Në kohën e Zogut, kur të jepte këtë para, ai ishte i lirë të bënde dhe pushime, të blinte dhe shtëpi e njërën tjatë. Po edhe servil ndaj Zogut nuk bësh. E kam thënë, ja për shembull i vajti një abortar i Zogut, e kam thënë, s'ka gjeta dëgjojnë njerë. E i thënë, lasgushi, thënë, po, duhet t'i bësh një poezi në madhënis, mbretit. Përgjigja e lasgushit, unë nuk bëj poezi me porosi. Edhe nuk shkroj. Jo më të shkuante për Enver Hoxhën e komunizmin, edhe nuk shkroj. Dhe që konsegojnë në gjërë në fund. Sa kalon koha, aq më shumë lartësohet lasgush për adeci. Po unë abitem, ardha dhash një intervjist për atat Kosovës, për ca mbresa. Ardhe një kameraman nga Kosova i dhash. Qa dhurimi kish për Kosovën? Po duhet bëj Albin Kurti, t'ja them unë atje. Se është me gjesh kryeministri i ri dhe më ngjall një lloj besimi për konceptet që kish lasgush. I thënë, profesori thënë, lasgushit, në 80 i bënë edhe një intervist, është bërë një dokumentar nga Mevlan Shanaj. Se vinin 81 i dha porosi Enver Hoxha, e thëritën për drekë, bërë shtylla me sekretarin e parë. Në basë kësaj, vjen Sara, vjen një grupi radio-televizionit shqiptar, i bëri dokumentar. Jesë, jo se që i bukur. Me zi pranoj lasgushi. Nuk deshte, më së fundi ja gjetët. Thyesh edhe i fuqin dhe edhe këta mishtë që kishte Thomaci, Misto Markua, Todi, më kupton Todi Matua, edhe e bindën, jepe, shko lasgush, jepe një intervjist se e do Kosova, do të shofë Kosova. Edhe për atë vajti, të më shohë Kosovë. Për Kosovën, se këtu nuk kujtë, dhe t'i shërbende sistemit atë. Dha një intervjist, po qatë desha të nënvizonja, se ma ka thënë Mevlan Shanaj, po mbas 25 vjetësh, miku im, Mevlan Shanaj. E tha, Budion tha, ti ke dëgjuar vetëm pjesën e parë, se ne e sakatuam, e redaktuam, se s'mund të transmetonim intervjistën e lasgushit, si që dhe aju, tha. Ka qenë shumë i drejtë për drejtë. Po ja, të ishte atinte. Për shembull i bëjnë një pyetje, ta dëgjosh ti, e thonë, profesor, po Kosova, se kishin ndodhur ato ngjarjet e 80-s, nuk i di ti, revoltat e mëdha të studentëve dhe të
në Prishtinë një gjë që mbytën me gjak nga Slobodan Miloševići, e në 81 i thanë, po Kosova, profesor. Kosova, tha. Kosova është Dardani, është zemra shqiptare. Ka 100 vjetë që bën luftë skënderbejane dhe nuk gjynjëzohet. Dhe më thënë, pa barabartë, 1/100, që kolonie e serbëve. Por, këtë ja kishin eqër. Ja oqëm këtë, se s'na i bande ta jepnim. Por Kosova do vuaj deri sa të ngrihet, sepse s'ka rilindje kombëtare. Tash ti e vajzëre, ti nuk e kupton çdo të thotë s'ka rilindje. Domethënë, Naimi, Çajupi, Ndre Mjeda, Gjergj Fishta, nuk njiheshin se Kosova që e pushtuan nga serbët. Mirë, po edhe këtu ignorancë kish, pa dituria në alfabe, po këto qarkullonin si këngë, nga Naimi, vjershat e Naimi, dhe e mbushnin shpirtin e shqiptarëve. Kjo është rilindja kombëtare. Do vuaj derisa të ngrihet ta, sepse s'ka rilindje kombëtare. E shkon çka të bëj kur krijon vakume në shpirtin e një kombi, kështu mendon dhe Lozgushi. Në atë se më bëre pyetjen, ne ftuam për ceremonialin gati gjysmë në 1988, në dhjetor të vitit 1988. Cik në ftohtë, sheshi që mbushur plot, gjysmi që me administratën të komitetit partisë, të komitetit ekzekutiv, të degës brendshme, të sigurimit të shtetit, që gjysmë e sheshit, gjysma që me popull të mirë, që nuk i... Populli ishte ftuar? Jo, ajo që jashtë në shesh, si që më bëjnë mitingjet këta, authoritin, edhe sa morën vesh, të bëhe do t'i vijet pallati, zbritën dhe njerës që s'kishin dalë kur në shesh, të moshuar që e njëftin, edhe, po ne ftuam Sara, atëre du t'ishe edhe i kontroluar gjysmën e byros politike. Më shumë se gjysma. 12 qenë antarë, 13 antarë të byrove, 7 veta i ftuam me emër të nominuara. Asë një serë. Kishën arsye? Po jo me që ku ja unë bante? Ti të thashun që e mori sekretarën e parë Fotoçami, sekretari tha, po më se s'na pyet ti kur bën këto gjëra, se s'je dakord. Unë bajt si e fshet, po që nuk erdhi as një organ shtypi, se ti e tashi as zëri popullit, as bashkimi, as televizioni, bile njëri që i kisha dorëzuar dhe kamerën që telekronis, kur unë isha drejtor tashi, i thash, po bëjo një sa për sytë e Miletit. Unë e dinja i kisha ardhur, por asgje, nuk u dhe asgje. Dhe erdhen 2 njerëz, shumë të mirë. Njeri ishte zëvendës ministër kulture, Çabajev Gjokuta, miku im, që nga koha e fakultetit, njeri shumë i mirë, e i ditur. Dhe Nasi Lera, sekretari i lidhjes së shkrimtarëve. Por, mbi të gjitha, ne na nderoi Ismail Kadareja. Ne në fakt kemi dhe disa foto që ti i ke sjell. Po, edhe të të... Më thojë disa detaje, në fakt për foto... Po, ja kjo foto, se ta se ti ke, këtu janë... Tu është populli? Jo, këtu janë funksionarë të lartë të shtetërorë. Ky është instruktori komitetit partisë. Ky, Xhelal Tola. Ky është ish kryetari komitetit ekzekutiv, Bexhet Zagorgjani. Shumë autoritar. Ky është sekretari partisë së degës brendshme. Tërë sigurimse. Ja ky që gjysma këteja që ta shohësh, ka. Ja këtu ke Ismaili në sallën ku ashtu. Këtu është në sallën e... Në sallën e eleksione, në pallat. Aty, ja këtu është në momentin kur oqja të që i ka mbetur ajo. Ja kjo është një foto me plotë që jep sheshe. Kishte shtruar një shtresë të ollë bore. Këtu kemi, Sara, duke para ekspozitën e arteve figurative. Fotografi, apo? Një fotografat. Këtu është kur e zbulon, që ta thashe në atë, e kete, zbulon atë, ja, lasgush para, që e pren atë, ja, ku është plaka me plot, se qarë u prishte, nuk e di. Shtëpia e Kulturës,
Me modesti e quajtëm dhe shtëpi, as palat, se mos bëshin gjelozë, që po japin shumë Lasgushit. Këtu është Kadareja duke folur. Ashtu. Këtu është ky Skandilako, ka vdekur piktor shumë i mirë, i tregon ekspozitën. Këtu është një fotografi e Kadarejës së Elenës me Lasgushin në Tiranë, në shtëpinë e Lasgushit në Tiranë. Në Tiranë. Këtu jam në Juvenilja me Ismailin, jam unë me Ismailin, që kemi biseda e kujtime të pashlyshme. E kjo, u përmend aty, ky është një portret i Lasgushit. Kjo është në rastin e 100 vjetorit të vdekjes së Lasgushit, në 1999, se ka 2 data Lasgushi, po kjo është zyrtarja dhe po. Se ka, si që registroshin, të lindja reale është 1896. Zyrtarja është 1899, është registruar mbas 3 vjetësh. E mërveshe, edhe kam mbetur kjo. Këtë bëm një shtatore. Ku ndodhet kjo shtatore? Shtatorja e thyre, e dërmuar, e sakatuar. Duket si bronzë. Jo, është lyer me sprajt, po ajo është prejallëqie. E kishim në interieret brenda Pallatit Kulturës, edhe barbarët kuptohet që bashkia çliroi në ato vite, në 99-ën, 1 milion lek. Të reja, do me thënë që thonë 10 milion me të vjetrat. Dakor ti? Dhe e bleu, e kanë bërë Vladimir Kaçaku dhe Llazi Serbaj, ajo aktori që bërë vedhen, që ka vdekur, Kaçaku jeton. E bën me shumë dashuri. Edhe ndikoj Thomaq Angjelja, se kish mik Llazi Serbaj në Kaçakun, edhe ajo u dha motive, por nga jeta e Lasgushit. Edhe ajo është bërë si pergamenë, edhe këtu janë objekte që mba. Nesërish do t'jemi një emision, që do të flasëm në ndër për detaj, që mos të zbulojmë të gjitha. Po, Unë përsëri të ftoj që sot që të jesh një ditë në emisionin e mëngjesit, të flasim sërisht edhe për Lasgushin, edhe për gjërat e tjera. Pa tjetër. Pas edhe koha që kemi, është pak e limituar. Dhe unë të kërkoj ndjes në fakt. Jo, s'ka pse më kërkon. Ne e kemi derën e hapur. Sigurisht që Sot Shtata është një kanal që televiziv prestigjos, i vetmi televizion dhe ka një hapësirë. Me këtë rast ju uroj dhe presidentit të këtij televizionit, zotit Bajram Fezollari, ta çoj më tej, edhe bravo i qoftë që mban një dritare ku informimi edhe regjistrimi, se këto që flasim janë ngelen, dikush shkruan libra, dikush edh ka memuare, e ke parti nuk lexon njeri. Këto kanë më tepër rëndësi, Sara, kjo punë që bën ti, se njerëzit mund të ngacmohen dhe mund të interesohen e të marrë. Se unë mund të ithë një të bënja dhe një libër, po grafomane ka sa të duash. Kanë dalë pa fund, e kanë zhvlerësuar, ka rënë botimi librave në inflacion të rëndë. Unë të kërkoja dhe një mesazh për mbijen e emision, një mesazh për të gjithë teleshikuesit, një mesazh nga profesion Bidioni. Ju dërgoj këtë mesazh telespektatorëve ose teleshikuesve të Sot Shtatës, edhe ju si staf gazetarësh, që kërkoni të vërtetën. Mundohuni të jepni sa më shumë të vërteta. Mos e kalojmë atë ekranin e magjishëm në egon për të folur për veten, por aty të transmetohen sa më shumë të vërteta. Edhe do të kujtoj një shprehje të Aristotelit. E dua Platonin, thesh Aristoteli. E kish mik, por dua më shumë të vërtetën. Edhe ju të jeni misionar të së vërtetës. Ju uroj suksese, Sara. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Point of View. Të dashur miq, kjo ishte dhe Point of View për këtë javë, do të shihemi sërish javën tjetër.